arrogant dhe i pacip. S'kërkoj të falur për fjalën e tij, dhe ky është rast unik. Është një lloj, imagjinoni ky çfarë mund të bëjë ky njeri po të ketë më shumë në dorë. Po nëse ti bëre një fyrje në grupin e WhatsAppit ku janë të gjithë ambasadorët, ti kërkon ndjesh qytetarëve të Maqedonisë publikisht dhe çdo shqiptar, ke fyer çdo shqiptar me atë fjalë. Dhe rrje bërë sofizma. Nuk gjen moral, nuk ka moral të kërkoj ndjesh. Dhe e bëri këtë për të mbrojt kreun e organizatës kriminale, patronin e tij Edi Rama. Përsëri, opozita qëndron fort. Jep shumë mundësime për reforma. Tani këtu janë 32, janë 29 faqe. Unë do i kërkoj zyrë shtypit ta përkthej, le që e përkthen komisioni ka mundësi, dhe t'ja u përcjell edhe anglisht edhe shqip. Natyrisht, balluku është e pranishme. Jo me emër, se emri është tjetër problem, s'ka, por kërkohet në mënyrën më të prerë pavarësia e gjyqësorit. Heqja dorë ndaj çdo presioni nga gjyqësorit dhe lufta kundër korrupsionit. Kërkohet, denohet mizogenia e Edi Ramës ndaj gazetarëve. Termi mizogen, për herë të parë, se kisha realizuar në herë në një raport. Mizogen. E keni këtu. Dhe i përshtes dhe i përgëzoj. Se nuk ka njeri më mizogen se Edi Rama, i famshëm për mizogenin e tij. Pickon si i tërbur ministrat para kamerave. Si Idi Amin. Dhe ju e keni pa vetë. E tjerë me radhë. Tani, tu mund vazhdojmë shumë gjatë, po unë po nërpres me këto çështje, ju do i lexoni vetë, dhe do të përbëra këtë hyrje, sepse do të dëgjoni të dalin përfaqësuesit dhe thonë raporti shkëlqyer, falenderojmë, hipokritet se duhen me çdo kusht, kudo janë veprat e tyre në këtë raport. Raport shumë objektiv, një mbështetje reale për qytetarë shqiptar në rrugën e integrimit. Tani kam një problem tjetër këtu. Ato video ju lutem. Urdhoni. Presidenti i Republikës, ish presidenti i Republikës, ish kryeministri, ish kryetari i parlamentit me kafaz Xham, maja pak lutem. Maja këtu pak. Kafazi është mjet torture në Konventin Evropian të Drejtave të Njeriut, në Kushtetutën e Shqipërisë. Kafazi është mjet torture në Konventin Evropian të Drejtave të Njeriut, në Kushtetutën e Shqipërisë, në ligjet e vendit. Është torturë dhe terror psikologjik ndaj të burgosurit. Dhe këta e përdorin ndaj një njeriu, ndaj të cilit nuk kanë të substancuar absolutisht asnjë akuzë dhe nuk ka sot një njeri të vetëm. Dhe unë ndjek të gjitha ju, të gjitha media, që të raportoj një akt konkret të faktuar, të provur ndaj tij. Çesdia e futën e denuan 6 vite Ismail, ka shkuar 30 herë Altin Dumani Ismailit. Për ta liruar, për ta shpërblyer për të gjitha, për të përgatitur dosjen e tij, dhe Ismaili ka thënë nuk ka lidhje me mua.
do thoni ju se nuk do dilte nga dhe ai bëri gjitha ditë e burgut. Nuk i bëri si dikush me një tretën. I bëri tamam. Tjetër, dërgojnë, s'bëj avokatët e tiju, dërgojnë letërporosinë në Shtetet Bashkuara për të kërkuar hetim për karta krediti që mundon, mbasi thonë, kemi vërtetuar se kanë përdorë Monika dhe ky 2 karta krediti të Shankut, si quhet një Shatko apo kushuri i Monikës. Dishmitar dhe fakte, Ilir Meta njëtë e ti s'ka përdor kartë krediti kur. As Shqipëri, as jashtë veti. Ajo ka përdor kartë kushurit vetë, ata të analizojnë të bëjnë. Po ama që e ka kushuria, ajo zonja, unë s'mund të them. Ilir Meta nuk ka asnjë provë dhe mashtrojnë autoritetet amerikane se kemi vërtetuar se ka përdor 2. Si e vërtetuar? Ku i kanë provat? E akuzojnë për ligjin minjerave, të paraqitur nga Partia Socialiste. Ligji minjerave është paraqitur nga Partia Socialiste, jo partia e tij. A ka marrëzira të tilla dhe për këto në kafaz duke shkel Konventin Evropian të Drejtave të Njeriut, duke shkel Kartën e Drejtave të Njeriut të Organizatës Kombeve të Bashkuara, duke shkel të gjitha ligjet kushtetute dhe ligjet shqiptare. Vazhdoj. Se është armik e Edi Rama, shikoni, ku arrin urrejtje verbër e Edi Ramës. Imagjinoni, i ati ti, skulptori kriminal, që ta shije ti thoi ai një gentleman, një kriminal 2 metra gjatë, si i biri. Ai firmoste për të varë në litar Havzinelen, për vargjet se era Helsinku do frydhe në Shqipëri, kurse ky se varë do, por përdor, po ato praktika në sallë gjyqi që përdori nga Enver Hoxha kundër armiqve të tij politik. A pato një koment në media ju për këtë çështje? Qytetarë dhe qytetare, a ndigjuat ju një emision për një akt terrorizues, torturues psikologjik publik që kryet ndaj ish presidentit vendit? As dhe një. As dhe një. Forbidden. Ndaj dhe revolta ime. Censura është akti më i shëmtuar. Në studio mund dëgjoni çdo debat, po temat vijnë nga lart. Kjo nuk lejohet. Nuk lejohet. Vazhdo. Jemi në burgun e Fushkrujës. Shikoni si është aty. Barë. Jo, në Fushkrujës këtu, apo në Krujë. Aty banë, në zonë është. Ja i Fushkrujës, mire kam. Jo, është në burg. është dhomë burgu, s'është market. është dhomë burgu. Bravo. është burgu i banditit partisë. Kokain, dans, roni. Kujtoni atë tjetër në kafaz. Këta e në vrasës. Këta e ndojnë me 10 vrasje në qeni. Po, shira pjetë dhe zhëgjë. Kurse tjetër në kafaz. Ishtë kërëministri. Censurë plot. Asë një nga mediat e kontroluar nga qeveria nuk ka dha. E censuruan totalisht. A mund të censuroj, kjo më thoni mua të dashur gazetar? A nuk përbën kjo në gjithë botën një super live? A mund të imagjinoni që kjo të mund të ndodhte gjatë periudhës kur qeverisë Sali Berisha dhe Partia Demokratike? Kur? Ja pra.
mund të kenë 15-20 vrasje. Po janë të partisë. Janë kriminal të partisë shtetë. Dhe denoj këto qëndrime, denoj censurën që u bëhet. Ndaj qytetarëve shqiptarë nuk u jepet mundësia, nuk njihen me këto. Dhe në botë këtë kush nuk e censuron, përveç në Shqipëri. Faleminderit.